Rikthyer, jemi drejt për drejt në të shtatë na gjeni edhe në YouTube tani për një moment historik që konsiderohet në New York, ku 34 vjeçari Zohran Mamdani ka fituar garën për kryetar, duke qenë kështu i pari musliman që drejton qytetin e madh dhe të dashur nga të gjithë që ëndrrojnë për të shkuar atje. Do të kemi një diskutim me Dajana Berishën, drejt për drejt tani në lidhje direkte. Dajana, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë si u gjeta. Faleminderit për gatishmërinë, edhe besoj që do të dëgjojmë. Natyrisht për fillim duam një koment të parë për këtë ngjarje, sepse pa diskutim është gjithandej ky titull në mediat ndërkombëtare, por jo vetëm. Si e sheh këtë fitore? Po New Yorku është shteti dhe vendi i emigrantëve, është krijuar nga emigracioni. Kështu që do t'ishte, nuk përbën një surprizë të jashtëzakonshme për mua zgjedhja e një personaliteti që vjen nga familje emigrante. Kuptohet këtu shihet edhe se sa elastike është realisht demokracia amerikane, dhe sa pranuese në vetvete, sepse kuptohet që ai zotëri ka ardhur aty me votat e gjithë atyre qytetarëve të New York State dhe New York City. Është një sinjal politik, sigurisht, për elektoratet e majta, të cilat po duket që kërkojnë politika më të guximshme në lidhje me strehimin. Më duhet të them që New York, për shembull, në vitet e fundit ka pasur një po themi degradim të çështjes së strehimit të qytetarëve. Pra ke shef në rrugët e New Yorkut, nuk po them numra tani, po pafundësisht njerëz, homeless people, që i quajnë njerëz të pastërtë që shtrihen rrugëve apo stacioneve të trenit të New Yorkut. Pra kërkohen nga pjesa e elektoratet e majta, që janë të shumta në New York, kërkohen politika më të guximshme në lidhje me strehimin, me shërbimet publike, me drejtësinë sociale. Kështu që por mbetet për të pa në ditët në vijim dhe kuptohet në Po, Dajana, le të kujtojmë se 34 vjeçari, pra disa muaj më parë ka qenë, besoj që do të rregullohet, relativisht i panjohur, por ai fitoi besimin dhe arriti këtë fitore me premtimet për të taksuar milionerët, për të paguar për programet e zgjeruara sociale, saktësisht. Sigurisht që kjo është në vetvete është mjaft joshëse për publikun dhe sigurisht për popullsinë e New Yorkut, ku siç e thash është një popullsi mbizotruese e emigrantëve që vijnë nga vende të ndryshme, vende të varfra, ka komunitet meksikan, latin, amerikano-latin, po ka shumë edhe të vendeve të tjera, të sigurisht të Evropës juglindore. Po, se duke që kemi parë probleme. Dora e ndihmëse e shtetit, në të raste e kryetarit të shtetit New Yorkut, do t'ishte shumë, domethënëse për to dhe shumë joshëse. Sepse kjo është politike majtë, tipikisht e majtë, mbështetja me shërbime publike, drejtësi sociale. Këto janë jashtëzakonisht joshëse për të votu dhe për të marrë vota. Por gjithmonë mbetet për të pa implementimin tyre sepse është i vështirë. Sidomos në një shtet si Amerika, në një vend si New Yorku, ku në filozofinë e vet, filozofia vet mbështet se është një kapitalizëm i egër i jashtëm, pra një gjungël. Do të jetë edhe më vështirë me qenë se do ta ketë përballë Trump. Duket që lufta ka nisur më njëherë, sepse pikërisht Trump ka kërcënuar që do të shkurtojë fondet federale të New York nëse ai fiton. Dhe pati në deklarimin e tij ai tha Trumpit që ngritë zërin dhe dëgjom më mirë. Dëgjom më mirë. Kështu që në këtë raport çka parasheh që mund të ndodhë? Po, e ceka pakës më herët, ky është fitoria e fitoria e amerikane. Elasticitetin, po njëkohësisht edhe pavarësinë. Me tani është edhe një tregues për elasticitetin e demokracisë. Mendoj që me gjithë deklaratat e zotit Trump, e presidentit Trump, sigurisht që New York, duke qenë një ndër shtetet yje të Amerikës, do të ketë pavarësinë e vet dhe mbështetjen e Partisë Demokratike, sepse është një prej treguesve më domethënës të fitores së të majtëve në Amerikë, që do ta ketë mbështetjen për të implementuar ato politika dhe ato premtime me të cilat zoti Zohran Mamdani ka në pushtet. Është një moment, do të thoja, modern në politikën amerikane, që ky zotëri ka në krye të shtetit një
më moderne dhe më të fuqishme të Amerikës, New York, dhe është një gjë tjetër me rëndësi për të theksuar se në qytetet blu të kaltërta, pra në shtetet e kaltërta ku Partia Demokratike ka më shumë popularitet dhe fitore, primarja është zgjedhjet primare, domethënë fitoria e primarëve është si thosh dominuese. Sepse është dhe një tregues që po zhvendoset nga centrizmi urban, tipik i shteteve që kanë fuqi të madhe financiare, kanë centralizim të madh të financave, dhe po kërkohet një farë shpërndarje më shumë e këtyre financave edhe në periferitë e shtetit, në këtë rast të New Yorkut. Nuk shoh se do të ketë nuk mendoj që do të ketë ndonjë përplasje të madhe ndërmjet presidenti Trump edhe kryetarit të ri të New Yorkut, për shkak se dinamika e punëve dhe zhvillimeve është kaq e shpejtë dhe kaq e madhe, saqë diçka tjetër do dalë menjëherë në pa. Me siguri ka shumë plane të tjera, sepse 34 vjeçari ka qenë shumë afër njerëzve duke folur, duke premtuar dhe duke i dëgjuar problemet e tyre. E theti më herët që në fakt kjo është një lloj shpresë dhe një lloj mesazhi që edhe mund të jesh një emër i panjohur, por kur e ke seriozisht dhe kur e don një gjë, edhe mund ta fitosh, si këtë rast, apo jo? Absolutisht. Amerika është njëra, mund të them, unë kam ikur vetë në Amerikë, në New York. Amerika është një prej vendeve ku seriozisht nëse ndërron shumë, por edhe je i disiplinuar dhe i fokusuar në ato ëndrat e tuaja, është vendi më i përshtatshëm për ta realizuar një ëndër të tillë. Edhe unë në këtë kontekst e vlerësoj, e respektoj, e mirëpres zgjedhjen e zotit Mamdani, sepse është shpresë për një numër të jashtëzakonshëm emigrantësh që aktualisht trajtohen në mënyrë jo të denjtë për Amerikën. Veç Dajana, mos e harro që edhe Kosova është vend i mundësive. Po, absolutisht. Prandaj, në New York dhe në Prishtinë, në mbështetje të ëndrave. Faleminderit shumë për inkuadrimin, për kohën. Si në New York, si në Prishtinë. Në rregull. Faleminderit shumë për kohën, për inkuadrimin, për gatishmërinë, sepse këtu në Kosovë kemi shumë zhvillime politike, siç po e sheh, jemi në një lloj presioni, po besoj të jemi mirë kupton. Falenderoj shumë. Faleminderit juve. Faleminderit, ishte kënaqësi.